ishin të mbushur me shpresë e gjithashtu me utopinë se do të mund të ndërtonin gjithçka nga e para. Nga në atë stil të vështirë, por të papësëritshme, dhe unë e ndjeja veten të përfshirë nga një frymë e tillë, duke u munduar të kontribuoj në realizimin e projekteve që sigurisht nuk promovonin dhunë, por demokraci e kulturë. Faktin që fillova të dua Shqipërinë e detyroi njohës me persona dinjitos, të sinqert, entuziastë, që ishte Shëri Delina. Dhe pas takimit tim nga Shqipëria nga fundi i vitit 1999, nuk u ndërpren për asnjë çast kontaktet tona në funksionin të shkëmbimit të dhënave apo të harkimit të projekteve ku fol për himin e arkivat e Venecias. Dua të theksoj se çdo vit, çdo muaj, nuk e teproj nëse them çdo javë do vinte një telefonat nga Tirana. Ishte Sherifi që fillonte çdo bisedë me fjalët: "Një tjeta shtetore e jonë, ke zbuluar në një gjë të re?" E përdorte emrin BBVA shëntore pikërisht për të shprehur mirënjohjen e njëherë shpresën për të nxjerrë të dhëna të reja nga dosjet e atyre arkivave. E përsërisë diskutues ishte një tuditë të rrallë, punonte me këmbgulje energji të pashteshme, si natyrë, ishte plot imagjinat, i dashur, i matur, i sjellshëm. Të kujtonte një zotëri të kohëve të shkuara. Sheri Delina vazhdon të jetë për mua zëria e saj Shqipërie të veçantë, e cila në vitet 90 më bëri për vete dhe sot akoma vazhdon të frymëzoj studimet e mia me të. Të falenderit zoti Sherif nga Lushan Nadin.